Megjithse vlen që të përmendet, ne kemi stabilimente të cilët janë të përkushtuar dhe kur shkon dhe shikon të duket, domethënë, një ndjehesh mirë kur shikon që vetë subjekti ka marrë të gjitha masat apo ka krijuar të gjitha ato kushtet në mënyrë që edhe ne kur të shkojmë atje të na thonë ndalo se duhet të veshësh këto, duhet dezinfektohesh derisa të futesh në stabiliment apo gjithë masat e biosigurisë. Për sa i përket fermave të vogla, duke qenë se influenca aviare vjen nga shpendët migratorë apo që lëviz duke qenë se ne jemi një vend pritës për këto, kemi një program monitorimi të cilin e zbatojmë edhe në kushte, domethënë kur jemi absolutisht të pastër pa pranimin e këtij virusi. Një program edhe pjesën e lagunave, një program monitorimi i cili ka të bëjë me survejancën aktive dhe pasive, survejanca pasive ku monitorohet, bëhet monitorim vizual i fermave me kryesisht pata dhe rosa të cilat gjenden afër bazeneve ujore. Shpendët e ujit, rosat edhe patat shërbejnë si mbartës të virusit dhe mund ta transmetojnë ato kryesisht në fermat. Ne kemi ferma mikse ku mbajnë gjeladeti, pula edhe pata dhe rosa, shërbejnë si transmetues të infeksionit dhe vetë nuk shfaqin shenja klinike. Pra, një monitorim vizual dhe nga ana tjetër marrja e tamponeve nga shpendët ujor, rosa dhe pata. Janë përcaktuar nga autoriteti i veterinarisë njësitë edhe fshatrat që janë kryesisht afër këtyre baseneve ujore, duke përcaktuar edhe numrin e fermave dhe numrin e kampioneve që duhet të marrim për t'i dërguar në laboratorin e ISUF. Në varësi të krerëve që gjenden në ferm, ka edhe një progresion të marrjes mostrave. Nëse në ferm gjenden 7 pata ose rosa duhet merren nga të gjitha duhet të merren tampone dhe progresivisht nëse rritet numri i krerëve, rritet edhe numri i tamponeve që do të merren nga këto shpend. Flas për qarkun e Tiranës, janë marrë diku tek 20